Kjo periudhë deri tanishme e këtij viti, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ka numra më të lartë dhe shifra më të larta të vetvrasjeve. Fenomen ky i cili po vazhdon në Vlorë dhe mund të konsiderohet 2025 deri më tani me shifra të rekord në krahasim edhe me vitet e mëparshme. Duke ju referuar vetëm 2 ditëve të fundit e sipas komunikatave të policisë së Vlorës, bëhet me dije se i kanë dhënë fund jetës 2 persona. Ajo se çfarë vjetër është fakti se shtetasit që japin fund jetës janë të gruponshave të ndryshme, ku praktikisht sot po kryejnë vetvrasje dhe moshat e reja. Referuar 2 rasteve më të fundit, fund jetës i ka dhënë një 77 vjeçar, si dhe një 42 vjeçar, çka e tregon edhe më mirë këtë fenomen. Në rastet e vetvrasjeve nuk përjashtohen as gratë dhe vajzat, të cilat japin fund jetës në mënyrën më tragjike të mundshme. Por duke i parë këto raste edhe më në detaj, dalin pa se vetvrasjet ndodhin për shkaqe të ndryshme. Shkaqe këto të cilat nisin nga vështirësitë ekonomike, një jetë e vështirë dhe pa të ardhura që qytetarët e Vlorës refuzojnë ta jetojnë duke i dhënë fund jetës. Shumica e personave të cilët japin fund jetës shfaqen në momentet e fundit në gjendje të rënduar depresive e sigurisht të rënduar psikologjikisht. Një prej faktorëve të cilët kanë ndikuar në shtimin e numrit të vetvrasjeve kanë qenë edhe sëmundjet shëndetësore, kryesisht ato të pashurueshme, ku persona të cilët japin fund jetës nga vështirësitë që sjellin sëmundjet në shëndet. Në këtë drejtim sigurisht ndikon edhe konsumi i lëndëve narkotike në doza të larta, çka i nxit këta persona të japin fund jetës. Rastet e vetvrasjeve ndodhin po ashtu edhe pas debateve të forta familjare me persona të cilët e marrin vendimin për t'i dhënë fund jetës në gjatësi e sipër. Jo vetëm kaq, por në fenomenin negativ i cili po merr për masa tashmë drastike, nuk mungojnë as moshat e reja. Faktorët të cilët ndikojnë në shtimin e vetvrasjeve lidhen kryesisht edhe me faktorët e bullizimit apo sulmeve të denigrimit në rrjetet sociale, por nga kjo formë e kërcënimeve dhe talljeve janë më të rrezikuar moshat e reja. Talljet dhe denigrimi social ndikon shumë në rëndimin e gjendjes së tyre psikologjike, duke i shtyrë gjithnjë më tepër drejt vetë sakrifikimit.